Në Fakultetin Pedagogjik të Universitetit të Tetovës, sot u mbajt aktiviteti sensibilizues Muri i zërit ton kundër dhunës nga studentët e këtij fakulteti, të cilët synojnë të ndërgjegjësojnë opinionin për t'u distancuar nga çdo lloj dhune, e veçanërisht ajo nëpër shkolla. Kështu deklaroi dekani i Fakultetit Pedagogjik Lulzim Mehmeti. Studentët tanë për sot kanë përgatitur një aktivitet i cili quhet Muri i zërit ton kundër dhunës dhe kanë të ftuar edhe pjesëmarrës nga shkollat fillore. Qëllimi më shumë është simbolik se sa me karakter garues, për të ngritur zërin dhe për të ndërgjegjësuar opinionin se dhuna është e papranueshme në çdo formë në shkolla. Studentja Semra Xhaferi deklaron se ky projekt është realizuar pas 2 trajnimeve që studentët i kanë kryer dhe i ftojnë të gjithë nxënësit e shkollave të jenë më të ndërgjegjshëm për veprimet e tyre dhe të më njanohen nga dhuna. Sot në ambientet e Fakultetit Pedagogjik mirëpresim nxënësit bashkë me mësimdhënësit e tyre, që janë nxënësit e shkollave fillore, me kuadër të projektit që e realizojmë sot, Muri i zërit ton kundër dhunës. Ne si studentë më pari kemi realizuar 2 trajnime, një trajnim të bazik dhe një trajnim të avancuar, ku qëllimi jonë është të ndërgjegjësojmë nxënësit që këto forma gjatë procesit mësimor ata të mos i realizojnë, që të mos bashkohen me këto terma negativ dhe të jenë të ndërgjegjshëm me veprimet e tyre. Ky aktivitet është pjesë e projektit të studentëve të Fakultetit Pedagogjik, promovimi i mjediseve të sigurta shkollore, i financuar nga Fondacioni Pestalloci dhe realizuar në partneritet me Qendrën e Maqedonisë për Edukim Qytetar.